Surja El-Karja, Mekase, 11 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Gjëmimi i tmerrshëm. Ç'është gjëmimi i tmerrshëm? Kush mund të ta shpjegoj ty se çfarë është gjëmimi i tmerrshëm? Atë ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara, kurse malet si leshi i shprishur. Sa i përket atij, veprat e mira të cilit do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë një jetë të kënaqur në xhenet. E sa i përket atij, veprat e mira të cilit nuk do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë si strehim humnerën e xhehenemit. Kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është humnera e xhehenemit? Ajo është një zjarr i vrullshëm.